Kalojme detaj në Kosovë, autoritetet thanë se nuk mund të ketë asnjë marrëveshje politike me Serbinë për organizimin e brendshëm juridiko-kushtetues të Kosovës. Komentet e tyre pasuan idetë e hedhura nga përfaqësues politik të Beogradit për nxitjen e negociatave ndërkombëtare lidhur me statusin e pjesëve veriore të Kosovës në kërkim të mundësive që të shmanget kjo çështje si pengesë në negociatat e Serbisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina njofton Leonat Shehu. Qeveria e Kosovës hodhi por sot çdo mundësi të diskutimit të çështjes së veriut të Kosovës me Beogradin, ndërsa paralajmëruan se do të vazhdojnë përpjekjet për vendosjen e sundimit të ligjit edhe në atë pjesë të vendit. Këto komente pasuan deklarimet e autoriteteve sërbe se nuk do të mënjanojnë strukturat paralele në veriun e banuar me shumicë sërbe, me gjithë faktin se një gjë e tillë është kërkuar gjatë kësaj jave dhe nga kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila e vuri këtë si kusht për fillimin e procesit të integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Përfaqësues politik të Beogradit po ashtu kanë bërë thirrje që pushteti në Serbi të nxjisë fillimin e negociatave ndërkombëtare lidhur me statusin e pjesës veriore të Kosovës në kërkim të mundësive që të shmanget kjo çështje si pengesë me negociatat e Beogradit për antarësim në Bashkimin Evropian. Por zëvendës kryeministri i Kosovës, Hairedin Kuqi, tha sot se rregullimi i brendshëm i Kosovës nuk është çështje e negociueshme. E para, besoj që marrëveshje politike në asnjë rast nuk do të ketë me Serbinë për organizimin e brendshëm juridiko-kushtetues. Dhe kjo nuk është çështje që diskutohet. Ne do të kemi marrëveshje me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, me qytetarët tanë që jetojnë në Republikën e Kosovës, që lojal dhe sistemi tonë dhe mbi bazën e saj do të funksionojnë. Autoriteti i rendit dhe ligjit çdo ditë më shumë do të shtrihet, do të ushtrohet me kompetencë kushtetuese për gjithmonë në mbrojtje të qytetarëve tanë, në veçanti të qytetarëve serb që jetojnë atje, dhe natyrisht ne ballafaqim me ata që janë në shkeljes të rendit dhe ligjit. Fillimi i muajit shtator pritet të shënojë edhe rifillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat që ndërprer në mesin e muajit korrik për shkak të mosgatishmërisë së Beogradit për të njohur vulat doganore të Kosovës. Zyrtarët e Serbisë thanë se zgjidhja e çështjes së këtyre vulave është një nga kushtet që Serbia të fitojë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Disa ditë pas ndërprerjes së bisedimeve, Kosova vendosi që të ndaloj importet tregtare nga Serbia, duke u kundërvënë një mase që Serbia kishte vendosur kundruar Kosovës në vjeshtën e vitit 2008. Më 25 korrik, qeveria e Kosovës filloi një operacion për vënien në kontroll të dy vendkalimeve kufitare në veriun e banuar me shumicë serbe, në funksion të zbatimit të vendimit për ndalimin e importeve nga Serbia, i cili nuk po zbatoi në atë pjesë të Kosovës. Operacioni nxiti reagime të ashpra të banorëve serb, të cilën ngritën barikada në rrugët kryesore. Një pjesëtar i policisë u vrar gjatë një sulmi mbi policinë në afërsi të Zubin Potokut, një komunë me shumicë serbe në veri. Dhuna bëri që kontrolli në vendkalimet kufitare në veri ta marrin përsipër forcat e NATO-s, të cilat i shpallën ato vendkalime si zona të kufizuara ushtarake. Kjo situatë pritet të zgjas deri nga mesi i muajit shtator. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.